është një hetim shumë kompleks që të duhet edhe bashkëpunimi me partnerë ndërkombëtar, qoftë edhe me Turqinë, ku është edhe kompania fituese, apo edhe me vendet e tjera ku këto mund të kenë shkuar, mund të kenë kryer takime, mund të kenë kryer vizita, mund të kenë kryer pushime. Pra është një çështje shumë komplekse, po thash, ajo çfarë duhet të jetë e qartë në gjithë këtë histori është qartazi që me çfarë kemi parë, duke ju referuar dhe deklaratave të zotit Ahmetaj, duke ju referuar pak edhe atij tenderit për supervizimit, nëse i marrim të gjithë dhënat e coptuara dhe i bashkojmë në një, këtu na del një element që nuk po përmendet në këtë histori, që është emri i zotit Rama. Unë nuk e besoj që zonja Balluko ta ketë marrë vetë përsipër komunikimin direkt me kompaninë turke. Në asnjë histori nuk përmendet. Po, është shumë interesant një shkrim i zotit i gazetarit, fakt, analistit, më thak, se gazetar ka vite që nuk është Baton Haxhiu që fliste për këtë histori. Dhe e lexova me vëmendje me atë shkrim për të kuptuar atë që gjithë e lexojnë, që qartazi pas këtij projekti është zoti Edi Rama, është personi që ka qenë në takimin që zonja Balluku ka zhvilluar me përfaqësuesit e kompanive turke dhe pastaj pjesa tjetër që ky investim nuk është thjesht një investim për banorët e zonës Palasës, por është edhe një investim gjeopolitik për sa i përket. Batoni thoshte lëri këtë punë se çështje gjeopolitike. Ne për çdo aferë korruptive këtu ka nga çështje gjeopolitike dhe kampi i Xhadrit nëse nesër del një aferë korruptive do justifikohemi pas aferës gjeopolitike. Mos t'ia qym përnder atë spitalin rajonal, nëse pas kemi paguar aty qartazi lindë të kuptoj që jemi përballë një afere dhe qartazi që kjo aferë ka disa emërues, pra nuk ka emërues, po themi vetëm Belinda Ballukun apo Evis Berberin. Duhet kemi parasysh që në këtë histori fakt emri Evis Berberit është një nga personat i cili del i kryqëzuar në shumë dosje, është ai që ndërtoi atë manualin 5B pa që aplikoi në Ministrinë e Infrastrukturës me kompaninë e tij Dam SHPK, e cila rezultoi që ka përfituar disa tendera dhe në rastin konkret edhe një tender për supervizimin mos gaboj. Emri Evis Berberi na lidhet edhe me kryetarin e Bashkisë Shkodrës, zotin Benet Beci, i cili është thirrur disa herë në spak. Po, bëhet fjalë për një tjetër tender dhe këtu për hir vërtetës futen në skemë edhe partnerët tanë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi janë disa profesorë të Harvardit, të cilët kanë marrë pjesë në një studim dhe në një nga komunikimet mes Berberit dhe zotit Beci thonë që 500.000 kemi për profesorët e Harvardit, ndërkohë 350.000 euro të tjera i kemi për ne hajdutët pa shkollë. Për hir vërtetës Benet Becin perceptimin tim nuk futet ta këto njerëz pa shkollë për të kuptuar se çfarë do thotë shkëmbimi i këtyre mesazheve, pasi e di shumë mirë një pjesë formimit i akademik, por ndërkohë mbetet puna e spakut për provuar, se kemi parasysh që zoti Beci thjesht është thirrur, vazhdoi betejën elektorale në qarkun e Shkodrës si drejtues politik, ndërkohë që nuk e dim se si kanë avancuar hetimet edhe në drejtim me të. Si ka mundësi që drejtorët e ARSH-s janë pothuajse të gjithë njëri pas tjetrit, ikën njëri vjen tjetri, të gjithë në hetim? Dëgjoj, duhet kemi parasysh që janë skemat e korrupsionit të cilat janë ndërtuar në atë mënyrë. Pra kjo nuk lidhet me emrin, është e pamundur që ti ta lidhësh me emrin konkret. Sigur e lidha unë pak më parë me zotin Berberi, por është pjesë e skemës, është e njëjta skemë që u aplikua në manualin 5D, jemi përballë të njëjtët skemë.